kush do për mu, që i bashkohet lëvizjes vetëvendosje, i bashkohet me qëllim të shtyrjes së kësaj agjende. Kjo është komplet çështje personale së cilit individ. Unë jam një politikan, fillimisht jam praktikues, mundohem me qenë shumë korrekt me parimet fetare në aspektin personal. Për mu pak kanë emrat edhe profesionet ku vinë. Nëse ti angazhohesh politikisht, ti angazhohesh për një ideologji. Lëvizja vetëvendosje nga viti 2024 në statutin e saj i ka të qartë të orientimet edhe qëndrimet publike madje. Deri në vitin 2022, Albin Kurti kur nuk ka dalë publikisht në asnjë paradë të krenarisë në thojza që e quajnë këta, dhe nuk ka pas asnjë deklarim publik që do të angazhohemi që të ketë ligj për ndërrim gjinisë, që të ketë ligj për këto. Prej viti 2024, Albini është sa i përket këtyre çështjeve është transparent me popullin. Ka, domethënë, paraqit angazhimin e tij, ideologjinë e tij dhe një lloj betimi në thojza për shtymjen e kësaj agjende përpara. Kush do për mu, që i bashkohet lëvizjes vetëvendosje, i bashkohet me qëllim të shtyrjes së kësaj agjende. Nuk e di dhe nuk më intereson mua e pjesë. Mendoj që kjo është komplet çështje personale së cilit individ. Absolutisht, do me respektu besimin ose mos besimin e secilit që ai vendos tjetë dhe nuk më intereson ajo pjesë, është komplet çështje personale, ka të bëjë me angazhim politik, a kesh përdoret e këto, mendoj që shumica e njerëzve në politik i kesh përdorin fushata elektorale dhe këto edhe të majtit kanë propagandën më të sofistikuar për keshpërdorimin, shfrytëzimin e secilit. Ata e kanë në doktrinën e tyre shfrytëzimi çdo lloj mjetit për të ardhur në pushtet. Kur vijnë në pushtet, e pastrojnë zhvishen prej krejt atyne po e quajnë kështu mbetjeve që i kanë vendosur për të ardhur deri atje, dhe kështu që kushdo që bëhet pjesë e tyne, unë personalisht, domethënë kam qenë njëri prej njerëzve të cilët i kam shërbyer kësaj pune, domethënë pa me besim, po e them të verbër që nuk do të vjen në këtë situatë edhe në këtë mënyrë për shkak të gjendjes që ka qenë në Kosovë. Unë jam një politikan, fillimisht jam praktikues, mundohem me qenë shumë korrekt me parimet fetare në aspektin personal. Përndryshe unë jam një ekonomist dhe profesioni jam është ekonomist. Jam një politikan që në politikum hi me pas kryesisht zhvillim ekonomik, me ndalë padrejtësinë qoftë ato që bëhen ndaj religioneve, qoftë atyre islame, katolike, apo edhe tjera të cilat duhet ta kishte secili deputet në aspektin ligjor, nuk duhet lejohet se cenohet askush. Mbrojtja e familjes natyrale, ku ka babe, ku ka nonë, për mu është temë mbi temat e cila ka ardhur për shkak të veprimeve të kundërta, sepse unë kur as mende nuk më ka shkuar që kur t'hin ku vend ku më marr me kodin civil me ndërrimin e gjinisë.